Shkupi u mbulua nga tymi i zi pas zjarrit në deponin për mbetje elektronike në Trubarev, ndërkohë që materiale të dëmshme vjojnë të digjen në shumë deponi të tjera përfshisot në një servis makinash. Qytetarët të shqetësuar me të drejtë pyesin se çfarë helmesh përmban ajri që thithin. Të premten pritet të dalin rezultatet për praninë e mundshme të metaleve të rënda në ajër nga zjarri në Trubarev, por deri atëherë mbetet dilema. Sa është në gjendje Ministria e Shëndetësisë të mbrojë shëndetin e qytetarëve? Për këtë dhe tema të tjera flasim me Ministrin Azir Aliu. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në Alsat. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë se u gjeta. Zoti Aliu, matjet e fundit të Inspektoratit të Mjedisit treguan praninë e gazave të dëmshme në ajër për 2 ose 3 herë më shumë nga parametrat e lejuar, ndërkohë që rezultatet, siç thash, për praninë e mundshme të metaleve të rënda në ajër do të bëhen ditura të premten. A nxituat me deklaratën kur thatë se ajri nuk është i rrezikshëm pas zjarrit në Trubarev? Jo as pak. Ju e dini që nga momenti i parë kur ndodhi në Trubarev zjarri, Ministria e Shëndetësisë krijoi shtab krize ku janë prezent 12 instituciona apo ekspert brenda dhe komunikojnë në kohë reale atëherë kur ka nevojë dhe ndajnë informata dhe bëjnë analiza atëherë kur ka nevojë. Pra, gjithçka që kam thënë dhe gjithçka që komunikojmë me qytetarët bazohet në të dhëna dhe në fakte në ato fakte kemi metodologji dhe qase shkencore për të parë se si është situata në teren. Pra, edhe natë reaguam me njerë, e dini që në ora 1:30 e ditës filloi zjarri atje, ne dikundi në ora 3 dolëm me deklaratën e parë, pastaj në ora 7 me deklaratën e dytë dhe në ora 12 presin e parë me qytetarët. Megjithatë, ka ende shumë paqartësi dhe sot, pas sa ditësh, nuk dihet se çfarë mbetjesh sakt ka pasur aty, nuk dihet sasia e tyre, baterive të litiumit. Ndërkohë që rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik ishin shumë të përgjithshme, nuk tregohej qartë cilat zona në Shkup janë të rrezikshme, nuk kishte rekomandime të qarta se a duhet të qëndrojnë në shtëpi, cilat kategori ishin shumë të përgjithshme në një farë mënyre, për çka kishit edhe kritika në opinion, edhe nga opozita, dje kreu i LSDM-s kërkoi dorëheqjen. Djeni përgjegjësi? Pikërisht ashtu. Pra, institucionet në shtet duhet të japin deklarata në bazë të dhënave dhe jo në bazë të shpekulimeve të ndryshme. Atë që ju përmendet, Instituti për Shëndet Publik dhe Ministria e Shëndetësisë në kohë reale morën materiale dhe bën analizat dhe pikërisht për këtë qëllim dhe ky ishte fakti pse ne dolëm me një set të hapave se si duhet qytetarët të sillen në përputhje me gjendjen. Nuk ishte alarmante gjendja jashtë perimetrit që ndodhen dhe këtë me përgjithësi e thamë edhe atje dhe themi edhe sot. Gjithë Shkupi ishte mbuluar nga tymi i zi dhe era e keqe kundërmonte kudo në Shkup. Shumë e vërtet dhe për këtë arsye të gjithë rekomandimet e Ministrisë dhe Institutit për Shëndet Publik ishin këto që ishin me 12 pika, një nga ato është kategoria fëmijë dhe pleq mbi 65 vjet dhe grashtat zënë të kenë kujdes dhe mos të dalin jashtë, xhamat të jenë të mbyllur, klimatizimi të jetë i fikur, me qëllim që mos të absorbohet ajri brenda në shtëpi. Pra këto janë ato hapa që merren gjithandej në botë në kushte të tilla. Po që nuk ishte nevojë për masa më rigoroze? Nga ana tjetër, masa rigoroze morëm në perimetrin ku ishte zjarri. Pra, ju e dini që nga ora 2 e ditës, të gjithë shtëpit banore që jetojnë në rreze dikundi 400 deri në 500 metra, u dislokuan nga shtëpit e tyre dhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale rezervuan dhe kishte hapësira ku këto familje, nëse nuk kanë familjar tjerë që mund të dislokohen, të shkojnë atje dhe të vendosin dhe kështu ndodhi. Pra, familjarët të cilët janë në perimetrin më të rrezikuar brenda, ato edhe sot nuk janë aty dhe nuk janë banor të këtij vendi, derisa neve nuk jemi të sigurt në bazë të analizave që ka të... Janë akoma në shtëpitë e tyre, kemi anketuar, kemi vizituar.
Është e drejta e secili qytetar që të refuzon, është shumë e vërtet, disa prej qytetarëve kanë refuzuar që të largohen nga shtëpia dhe kjo është e drejtë e qytetarit që të vendosë do të largohet apo jo. Gjithsesi policia shkoi i informoi që është mirë të largohen nga shtëpit. Nga ana tjetër, Instituti për Shëndet Publik, edhe sot derisa flasim, përpara gjysore dolën rezultate dhe ka dalur me deklarat publike që metalet të rënda janë analizuar, 22 nuk gjenden atje, dhe tani pritet që të shohim se si do t'jetë situata edhe me ajrin në atë pjesë, aty në pjesën ku ndodhi zjarri. Dje u tha se 13 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të helmimit nga thithja e tymit. Është rritur numri i personave të tjerë që kanë kërkuar ndihmë apo është kaq dhe si është gjendja e këtyre pacientëve? Të gjithë personat, nuk ka personat tani ishin të trajtuar në mënyrë ambulantore, thjesht pastaj u lëshuan në shtëpi që pastaj të trajtojnë në shtëpi. Nuk është gjendja, nuk ka asnjë person, asnjë pacient i cili është në gjendje kritike. Kishim një zonjë e cila ishte hospitalizuar për shkak të komorbiditeteve që i ka pasur edhe më herët me shëndet. Pra nuk kemi të hospitalizuar të ri dhe gjendja është stabile si në aspekt të infrastrukturës, ashtu edhe në aspekt të kategorisë të qytetarëve dhe shëndetit të tyre. Nuk është vetëm deponia në Trubaref, deponi të tjera sikurse në Vardarish dhe Drislla digjeshin për ditë të tëra, ndërkohë që ndotja e ajrit në Shkup është evident edhe kur nuk ka zjarre nëpër deponi, por edhe kur afrohet, sidomos sezoni i dimrit, do të ndërmerrni masa në mënyrë që të zbutet ndotja? Çdo ditë ka protesta, për shembull në aerodrom, për mbylljen e Vardarishtës? Është vërtet që çdo ditë, për fat keq, tani sot keni edhe video se si ndodhin këto zjarre në mënyrë artificiale që ndizen gjithandej. Ministria për ambient besoj do të del edhe me masa pak më rigoroze në këtë aspekt. Ne si Ministri për Shëndetësi kemi marrur protokole, kemi krijuar protokole edhe më strikte në rast të nevojave që do të kishim mundur të ballafaqohemi me qëllim që të reagojmë në kohë reale. Gjithashtu kemi krijuar një protokoll shumë strikt për dislokim të pacientëve eventual nëse do të ndodhë ndonjë tragjedi nga kështu situata të ngjashme. Pra jemi të vetëdijshëm që rreziqe ekzistojnë gjithandej. Në fakt edhe pa këto rreziqe, nga dita e parë në ministri krijuam një grup punues për të krijuar një shtab krize që do të jetë gjithkohës në gjendje të reagon dhe të vepron në përputhje me situatën që do të kishte ndodhur në ambiente të ndryshme, në forma të ndryshme dhe kështu me radhë. Zoti Aliu, edhe ju sapo përmendët që janë zjarre artificiale, vetë kryeministri tha që janë sulme hibride, janë qendra të fuqisë nga brenda dhe jashtë që i bëjnë këto skenar. Më intereson, vini nga seanca e qeverisë, u diskutua kjo temë dhe çfarë masash të tjera do të ndërmerren për të rritur sigurinë, të parandalohen situata të tilla, sepse kryeministri dje tha se mund të vazhdojnë zjarre të tilla edhe në të ardhmen. Kjo është qetësuese shumë për qytetarët. Secili institucion në përputhje me politika që i bën dhe formën e krijimit të politikave në forma të ndryshme, në institucione të ndryshme, pra krijon politika të ndryshme për mbrojtje të qytetarëve. Ne si Ministri e Shëndetësisë, gjithsesi u përmenda që krijojmë dhe protokole pak më strikte në përputhje me informatat që i marrim gjithandej. Sot nuk u diskutua në qeveri për këtë pikë, pasi që çdo ministri ka grupin e punës që bën punën e tyre dhe krijojnë besoj edhe në ministri tjera protokole të ndryshme me qëllim që të ballafaqohen me situata të ngjashme. Po ju pyes për këtë sepse kohët e fundit janë bërë shumë deklarata për skenar të mundshëm, sulme hibride, qoftë me zjarret, po edhe vetë eksponent të Vlenit folën për skenar, për destabilizim, djegje të xhamisë në Kodrën e Diellit, etj. Ka fakte për këto indicie apo thjesht bëhen për defokus, për të shmangur përgjegjësinë nga përgjegjësia për incidentet e tilla? Dëgjoni, si ministri i Shëndetësisë, fokusi është tek qytetarët dhe shëndeti i qytetarëve. Pra, dhe si profil inxhinieri informatikës, nuk do kisha dashur dhe si ministër, po gjithsesi edhe si institucion,
pasi që resori që unë udhëheq është jashtëzakonisht shumë i madh, me shumë sfida çdo ditë, dhe besoni që fokusi është aty ku edhe duhet të jetë, do në shëndeti i qytetarit dhe dhënia e shërbimeve në kohë reale dhe me cilësi sa më të lartë. Po, megjithatë edhe këto deklarata kur bëhen për shkak se përhapin panik dhe shqetësim te qytetarët, me të drejtë duhet të bazohen në fakte. Kryeministri, por edhe zoti Megjiti, zëvendës kryeministri, thanë që për shembull për zjarrin në deponin e Drislës mund të jetë skenari BDI-s pasi udhëhiqet nga kuadrot të kësaj partie. Kush janë këto qendrat fuqisë? Pra, për këtë arsye, për arsye të informimit të drejtë të qytetarëve në aspekt të shëndetit dhe të cilësisë së shëndetit, ne çdo ditë, ja dhe sot, Ministria e Shëndetësisë doli me deklaratë dhe informon, transparenca është kyçe dhe në fokus të ministrisë. Unë mbaj bindjen që secila ministri dhe çdo ministër, nëse do të informojmë në kohë reale dhe në bazë të dhënave që i kemi, besoj që qytetarët do të jenë të informuar drejt, mirë dhe nuk do të krijohet panik e tillë. Mua më vjen keq që për fat keq shfrytëzohet dhe keq interpretohen her pas here dhe informata dhe të dhënat me qëllim që të krijohet një eufori apo një energji negative tek qytetarët përballë ministrave apo qeverisë. Uroj që secili nga ne, besoj që çdo ish koleg apo politikan nuk do të keq përdor këtë formë të deformimit të informatave me qëllim për përfitime politike, pasi që besoj që nuk është as njerëzore, po qytetari në fund të ditës e ndjen dhe e ndjek procesin se kush punon dhe kush dezinformon. Kur jemi tek mbeturinat, fatkeqësisht situata nuk është as pak më e mirë dhe në klinikën, në qendrën klinike në Teresa. Ekipi i televizionit Alsat disa herë ka bërë filmime dhe kemi parë një situatë shumë të keqe me mbetje mjekësore si shiringa, gjilpëra, doreza, materiale të tjera të hedhura nëpër tokë. Nuk është kompetencë e juaja, megjithatë është e higjienës komunale, ndërmarrjes publike, megjithatë edhe si ministër, numri 1 i shëndetësisë nuk mund të rini duar kryq përballë kësaj situate. Dhe nuk kemi ndetur. Çfarë do të ndërmerrni? Kjo situatë është të kaluar. Sot po të vini tani po të shkoni dhe të filmoni, nuk do të gjeni kështu fotografi për fatkeqësi që keni bërë, nuk di përpara sa muajsh ka qenë kjo. Jo, nuk janë përpara disa ditësh që këto pra, po të shkoni në klinikë sot, klinika thjesht është në formë në gjendje ndryshe, nuk mund të gjeni mbeturina siç i shoh këtu në fotografi. Nga ana tjetër e dini që aty ma kemi tani edhe persona të cilët punojnë dhe bëjnë matjet e fundit për të filluar punën me parkingun brenda në kampus. Pra uroj për 2-3 muaj të kemi komplet formë dhe dukje ndryshe në klinikë brenda. Jo, bëhet matjet për shkak se paramendoni deri tani s'ka pasur asnjë matje për hapësirën brenda, për kampusin klinik. Pra filluam nga e para, detektuam që nuk kemi ndonjë dokument si Ministria e Shëndetësisë për parkingun, tani bëjnë matjet dhe në fund dhe duhet komplet hapësira të definohet si e tillë, do të jetë qartë me matje të sakta dhe pastaj të regjistrohet si objekt dhe në fund pastaj të fillohet të investohet. Pra hap pas hapi shkojmë në mënyrë administrative me qëllim që të kemi një institucion i cili ka infrastrukturë në Mbetemi në afatin për 3 muaj, nëse nuk ka vëkishtë të mbetemi në afatin për 3 muaj, për fat keq kjo ishte një hap i cili nuk e parashikuam, do në hap administrativ, ku menduam që gjithçka është në përputhje me ligjin, doli që asgjë nuk ka brenda, do në ajo tokë është momentalisht tokë e shtetit, nuk është e ministrisë, dhe ti në tokë të shtetit, në bazë të ligjit nuk mund të investosh asnjë gosht. Shumë reagime pati edhe për punësimet që i premtuat sapo erdhët në krye të dikasterit të shëndetësisë. 155 punësime ishin për klinikën e Tetovës, nuk u realizuan, u ndërpren, thatë se për shkak të zgjedhjeve. Do të bëhen këto, garantoni se do të bëhen këto punësime, se këta punonjës do të marrin vendimet, sepse mesin e tyre ka shumë që kanë punuar me vite, megjithatë vetëm me kontrata. Është shumë e vërtet. Për fat keq dhe është një informat vërtet shumë e dhimbshme edhe ta dëgjosh edhe ta interpretosh një situatë e tillë ku të punon dikush në shëndetësi me vite dhe mos ketë rrok me muaj apo thjesht mos ketë sigurim shëndetësor.
Pra ne nuk premtuam, por realizuam, thjesht vetëm nuk u përmbyll procesi. Kur them realizuam, të gjithë hapat për të punësuar këto persona janë mbyllur përveç hapit të fundit, i cili është nënshkrimi i kontratës dhe takimi me drejtorin. Pjesa më e rëndësishme. Nënshkrimi. Është proces. Pra është proces dhe nuk është proces retroaktiv. Nuk mund të çbëjmë procesin. Më kuptoni? Nuk mund të thot as drejtori as ministri një ditë pas zgjedhjeve lokale të thotë tani e çbëjmë këtë, fillojmë nga e para ose nuk e bëjmë as pak. Thjesht nuk mundeni. Procesi ka filluar, janë testuar të gjithë kandidatët. Kandidatët janë, lista është definuar, tani dhe duhet të gjithë kandidatët në përputhje të ligjit administrativ të bëjnë një takim të shkurt 5-6 minuta me drejtorin, pastaj në fund, kështu është e definuar në ligj, drejtori nxjerrën listën përfundimtare me të punësuarit. Unë informoj që përveç këtyre të punësuarve do të ketë edhe punësime të reja, jo për shkak se duam neve, apo ministri ka shumë vullnet për të punësuar, por për shkak se institucioni shëndetësi në Maqedoni, besoni që është një ekosistem i cili ka mungesë shumë të madhe të motrave medicinale, të stafit teknik, po gjithashtu edhe të mjekëve. Pra bëjmë një analizë. Ju e dini që unë disa herë dhe në preskonferenca kam thënë që Ministria e Shëndetësisë duhet të bazohet dhe të krijon buxhet në bazë të nevojave dhe dhënave, e jo në bazë të historisë. Pra tani, në moment, derisa flasim, kemi draft versionin e parë të skenimit të situatës në shëndetësi në aspekt të kapaciteteve njerëzore, dhe këtu kemi dy, mund t'ju them ekskluzivisht sot, se njëra rrugë është që kemi institucione që kemi mungesë shumë të madhe të kapaciteteve njerëzore dhe kemi institucione që kanë më shumë se sa duhet kapacitete njerëzore. Këtu hynë të punësuarit në aspekt të mjekëve dhe motrave medicinale dhe do të bëhet një riorganizim i brendshëm atje ku ka më shumë dhe punësime të reja atje ku ka mungesë të stafit mjekësor dhe të motrave medicinale. Momenti tjetër do të jetë riorganizimi i shërbimeve në shëndetësi, pra ky do të jetë momenti i cili do të kërkon më shumë kohë, po gjithsesi shëndetësia ngadalë do të shkon dhe do të bëhet më transparente dhe më cilësore dhe shërbimet do të jenë në kohë reale, pasi që shtylla e tretë, siç e dini, është shtylla e digitalizimit, e cila ngërthen të gjithë këto procese dhe do të ketë qytetari informata në kohë reale në telefonin e tij dhe do të dinë se procesi ku ka ngecur nëse eventualisht ka ngecur. Po doja të pyes edhe për një çështje shumë të diskutuar së fundmi, nëse ka ndonjë detaj të ri nga puna e komisionit posaçëm që duheshte të zbarte dyshimet mbi ndërhyrjet kirurgjikale të zemrës vetëm për përfitime financiare. U formua dhe një komision me ekspert të huaj. Kemi rezultate konkrete? Po kemi. Pra komisioni është takuar tani më 3 herë. Në takimin e parë krijuan metodologjinë e punës dhe në takimet tjera kam bërë analizën e këtyre 8 rasteve që i patëm, ashtu edhe filluam për ta krijuar këtë komision. Pra nuk do të deklaroj asgjë derisa nuk përfundojmë deri tek rasti i fundit, po ka deri tek rasti i fundit dhe të presim që të ketë një raport, i cili raport do të jetë publik në web faqen e Ministrisë. Gjithashtu pastaj edhe komisioni me 3 ekspert nga jashtë, nga Slovenia, nga Italia dhe nga Austria, do të jenë edhe fizikisht këtu, përveç online që janë bërë takime, që të krijojmë, unë edhe ditën e parë kur krijuam këtë komision, thashë që raporti i këtij komisioni në përputhje me raportin e komisionit të 3 anëtarëve të jashtëm, do të jetë një rrugtim për krijimin e politikave të reja në këtë pjesë, në kardiologji dhe kardiokirurgji, por nuk do të ndalemi këtu. Nëse janë bërë keqpërdorime të tilla, çfarë do të ndërmerrni? Puna e komisionit është që të raporton situatën reale, çka ka ndodhur. Pastaj ka institucione tjera në shtet që do duhet të merren me procesin më tej. Do t'i dorëzoni në prokurori? Gjithsesi. Për shkak se ka filluar fushata zgjedhore shumë para kohe, jeni shumë aktiv, jo ju personalisht nuk them, po si politikan, çfarë prisni nga zgjedhjet lokale, sa komuna synon Vleni të fitojë? Pra Vleni synon të gjithë komunat të fiton. Arsyeja e parë është për shkak se Vleni për këtë kohë të shkurt tregoj që mund të banë politika dhe të menaxhon me proceset ndryshe nga të gjithë qeverit përpara. Forma e dytë dhe ajo që na jep le të themi energji dhe kurajë të themi të gjitha,
është rastet dhe proceset politike që ndodhin çdo ditë. Ju e keni rastin më të freskët koalicioni i AKI me Levicën, që pastaj pas kësaj do duhet të analizohet dhe të riorganizohet edhe ndoshta pozicioni politik i AKI-t, se si më tej. Pra tregon që janë në një gjendje të çuditshme politike, pasi që arritën deri në momentin që të bëhet një koalicion i tillë. Unë u habita çka i bashkon përveç faktit që janë opozit, dhe një koleg me të qeshur më tha i bashkon Enver Hoxha të dy palët, kështu që ndoshta edhe kjo është e vërtetë. Zoti Aliu, ju faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit shumë.